fundit, bota është e padrejtë, sundojnë fort, duhet ta kuptoj. Zoti Papa, edhe një pyetje të fundit, të lutem në mënyrë sa më të përmbledhur, duke qenë se jemi në limitet e kohës, për fajin tim, në fakt, se kemi pasur një mbivendosje skaletës edhe ju kërkoj ndjes që ju lash disa minuta për t'ju pritur. Eksponent Partisë Demokratike flasin gjithmonë edhe më shumë për një udhëtim të zotit Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rubrikën Sy më Sy, gjithashtu ndjekësve të tij, zoti Rama i është përgjigjur se po, mund ta kaloj oqeanin, kur njëri prej tyre tha se diçka e tillë nuk mund të ndodh kurrë. Madje kryeministri tha do të jetë surprizë. Beson se të dy do të shkojnë dhe për çarsye, njëri apo tjetri? Tani ju mund të pyesni ata dy, s'keni pse të pyesni mua, ndat Berisha ka dhënë. Po duke vendosur në kontekstin e zhvillimeve. Duke vendosur në kontekstin e zhvillimeve. Shikon sinjale që administrata po orientohet në Ballkan, në Shqipëri e tjera si këto. Ende shpejt, Berisha si frym shkojnë në Kapitolit kur u përmend Kongres. Rama ka investuar fort te Kushneri, por të ketë kujdes nga Don Bongjino dhe Kashep Patel. Lacivita, personi që është kryetari i fushatës PD-s, ka qenë te tribuna e nderit e White House në Kongres. Kjo nuk është rëndësi. Do ta kem fokus më speciale. Pra ai njeriu fort dhe ishte ngjitur me Kashep Patelin, personi që mund të hap dosjen e Meganical. Rama është kryeministër, mund të vi këtu me pak para vjen. A kupton? Por që të vinë shpinë e bardhë do të ishte, nuk ka sesi me një administratë që Trump irritohet thjesht nga ajo socialist. Se fundit, ato që ka bërë në Sazan, edhe ai Gjuzi, Gramozgur që janë tek Aleanca do ta pranojnë, nuk e kundërshton njeri. Nuk besoj se blihet shtëpia bardhë me këtë. Ai ka përfituar me Obamën dhe i futi një drogaxhi në takim, një ministër, duke luajtur me iranianët që erdhën. Kjo administrat ka qasje ndryshe. Ministër drogaxhi shikon se si sillet kush është i kapur me drogë, ministër që u dënua për trafiqet. Qartë. E di më mirë se unë, nuk po përmend emra, është fakt. Dhe Amerika nuk lejon ta turprosh kështu. Dhe aq më tepër që FBI ka ndryshuar qasjet tërësisht dhe dihet që Rama ka 2 dosje në FBI, një me foton e Obamës dhe një me Meganical. Berisha nuk ka në dosje FBI. Jo, dakor, po është non grata. Kishte në departament, por u provua fjala ime që Fico e ka bërë dosjen, u tha në Kongres. Berisha është ngritje. Jo, e kuptova, po çfarë do t'i çonte për te oqeanit e kisha fjalën, duke qenë se lideri i opozitës është non grata, ndërkohë nga ana tjetër kemi një zëvendës drejtor FBI i cili është shfaqur kundër hapur madje për zotin Rama dhe në këto pozita pavarësisht marrëveshjes së Sazanit për çfarë do të shkonin. Don Bongjino do merret me hetimin e trafiqeve të portit Durrësit dhe ka thënë, këtu vinë shumë dhe ikin shumë, po kur shikon se si sillet Doni me Macron, e kuptova. A kupton që me këto figura të vogla si Edvini nuk ka në një aq më tepër që unë jam te kjo që vendosin shqiptar, sepse vajti Gjini Vance i bëri thirrje në Gjermani të votonin për partinë e djathtë ARD. Tuk një javë. Do me thënë vendosin, unë mendoj që mbas 12 vitesh, mbas gjithë këtë korrupsion